Ska burgim të përjetshëm për Thaçin dhe të tjerët. Mendimi i Bekim Bllakajt për fatin e ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në gjyqin e Hagës. Drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Bllakaj, tha se mendon që nuk do të ketë burgim të përjetshëm për katërshën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Por, Bllakaj tha se bazuar në rastin e dënimit të Sali Mustafës, dënimet e tjera janë të larta. Politika ndëshkimore e dhomave të specializuara bazohet në rregulloren e tyre më shumë se sa në ligjet e Kosovës dhe mund të presim gjithçka. Mendoj që nuk do të ketë burgim të përjetshëm, por edhe dënimet e tjera janë të larta. Nëse bazohemi te rasti i Sali Mustafës, tha Bllakaj në Klan Kosova. Tutje, ai u shpreh se është me rëndësi që në opinionin publik të dëshmohet fajësia apo jo e katërshës së ushtrisë çlirimtare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.